Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua në Astana me presidentin e Kazakistanit Kasim-Jomart Tokayev pas takimit plenar të dyja palët shkëmbyen dhjetra memorandumve mbi bashkëpunimin e fushën e shëndetësisë, drejtësisë, kulturës, shkencës dhe sektorit të IT-së dhe u miratuan një deklarate përbashkët nga presidenti Vučić dhe presidenti Tokayev. Presidenti Vučić ju dha më pas dekorata më lartë e Republikës së Kazakistanit urdhri i shqiponjës së artë. Pas ceremonisë, presidenti Vučić deklaroi se miqësia midis Serbisë dhe Kazakistanit është e sinqertë dhe përfaqëson themelin për zhvillimin e marrëdhënieve midis dy vendeve në fusha të ndryshme dhe falenderoi atë vend për respektimin e integritetit territorial të Serbisë. Politologu Ognjen Gogić theksoi se ligji për të huajt, i cili sipas njoftimeve të Prishtinës do të hyjë në fuqi me 15 mars pasi murgjit ashtu dhe kleriket e eparkisë Rashko Prizrenit priftërit punojnë në kisha, por kanë familje të tyre të cilët janë gjithashtu nga Serbia, të cilët qëndrojnë me ta në Kosovë dhe murgj në përgjithësi në manastire. Ata janë kryesisht qytetarë të Serbisë ose Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Malit të Zi. Prandaj me zbatimin e atij ligji të gjithë bëhen të huaj, tha Gogić, dhe shtoi se pavarësisht se kanë jetuar në Kosovë për vite ose dekada, tani ata duhet të rregullojnë situatën në përputhje me ligjin për të huajt. Për të njëjtin rast mbrëm folja dhe eparkia Rashko Prizrenit, e cila lidhur me zbatimin e ligjit për të huajt dhe pasojat e mundshme për komunitetin serb, paralajmëroi se një zbatim i ngurtë dhe i nxjituar i rregulla pa një regjim të qartë, kalimtar dhe pa procedura të realizueshme për grupet më të mëdha njerëzish mund të çojë në pasoja të paparashikueshme. Eparkia u bëri thirrje autoriteteve të tregojnë përgjegjësi dhe përmes dialogut dhe zgjedhjeve praktike të shmangin çdo zbatim që do të ketë efekt negativ në komunitetin serb. Pas fjalëve hyrëse të prokurorisë dhe mbrojtjes filloi gjykimi i ish anëtarëve të UÇK-s Hashim Thaçit, Bashkin Smaka, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Haredin Kuçit para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag me akuzat për pengim të drejtësisë dhe përpjekje për të ndikuar të dëshmitarët. Sipas aktakuzës, në disa raste në vitin 2023 gjatë vizitave në qendrën e paraburgimit, Hashim Thaçi u dha Smakajt, Kilajt, Fazliut dhe Kuçit informacione konfidenciale në lidhje me dëshmitarët e prokurorisë në çështjen kundër Thaçit me akuza për krime lufte dhe i urdhëroi ata të ndikonin në dëshminë e dëshmitarëve të prokurorisë dhe u dha udhëzime të hollësishme se si ta bënin këtë. Miodrag Pantović, demograf nga Beogradi, vlerësoi se vitet e fundit Serbia është përballur me një rritje të numrit të shtetasëve të huaj që vijnë për punë. Ai theksoi se rreth 40.000 të huaj emigrantë janë në Serbi dhe se më shumë se 90% të lejeve të qëndrimit u lëshuan pikërisht në bazë të punësimit. Kosova nuk është destinacioni përfundimtar për mërgjimtarët, por territori tranzit në rrugën drejt vendeve të Bashkimit Evropian, tha kryetari i Aleancës së Biznesit të Kosovës, Agim Shahini, dhe shpjegoi se Kosova nuk ka kushte për të qenë një destinacion tërheqës për qëndrimin afatgjatë të shtetasëve të huaj. Analisti Azren Shala vlerësoi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po zbaton një projekt të rrezikshëm politik që synon për qëndrimin e pushtetit. Kurti planifikon të fitojë më shumë në mënyrë që të rizgjedhë presidentin me votat e tij, tha Shala për Klan Kosova. Ai deklaroi se Kurti nuk dëshiron që Vjosa Osmani të jetë përsëri në pozicionin presidencial për shkak se, siç tha ai, aftësisë së saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ermal Sadiku konfirmoi se kreu i kësaj partie, Lumir Abdixhiki, është takuar këtë javë me Albin Kurtin, kreu i PDK-s Bedri Hamzën dhe kreun e Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Sadiku tha se Lidhja Demokratike e Kosovës po përpiqet të gjejë një zgjidhje për të shmangur zgjedhje të reja dhe për të pasur një kandidat për president, por theksoi se është e nevojshme të arrihet një marrëveshje politike për kandidatin.
Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i ftohtë me shumicën e zonave me ngrica dhe në disa pjesë me mjegull. Gjatë ditës do të ketë mot me diell dhe ngrohtë her pas here me vranësira mesatare do të fryer e lehtë deri mesatare nga juglindja. Temperatura mëngjesit do të sillet nga -3 deri në 3, kurse ajo maksimale ditore nga 14 deri në 20 gradë Celsius.